Fëmijët që frekuentonin kopshtin publik numër 1 në qytetin e Gramshit rezultuan të helmuar dhe 17 prej tyre janë të infektuar me salmonel. Dyshimet paraprake janë se helmimi ka ardhur nga ushqimi i ofruar nga kompania Nelsa SHPK, e cila ka lidhur një marrëveshje me Bashkinë Gramsh dhe ka marrë përsipër furnizimin e kopshteve dhe çerdheve të Gramshit me ushqime. Por kush fshihet pas kompanisë Nelsa SHPK që ofroi ushqimin nga tendra tek arrestimi i pronarit? Nelsa SHPK ka fituar tendrin për furnizimin e kopshteve dhe çerdheve në Bashkinë Gramsh që nga qershori i vitit 2023. Kjo kontratë është e vlefshme për 24 muaj dhe parashikon furnizimin me produkte ushqimore të standardit të lartë për fshirkonviktin e shkollës së mesme. Kjo kompani ka një historik të gjatë të përfshirjes në tendera publik, jo vetëm në Gramsh, por edhe në institucione të tjera shtetërore. Nelsa SHPK furnizon me ushqim spitalet dhe burgjet e vendit, por kompania nuk është hera e parë që përfshihet në një skandal. Pronari i Nelsa SHPK Nexhmi Balla rezulton i dënuar për korrupsion dhe vjedhje të fondeve publike. Nelsa SHPK rezulton të jetë aktualisht në pronësi të Elsa Kamberi Balla, por themelues dhe pronar fillestar është babai i saj, Nexhmi Balla, një emër i njohur për drejtsinë shqiptare. Në 11 korrik 2016, policia e shtetit arrestoi biznesmenët Ylber Kalaja, Nexhmi Balla dhe Shemsi Sinani, pasi prokuroria për krime të rënda kishte zbuluar një rast korrupsioni në tenderet e ushqimeve për drejtorinë e përgjithshme të burgjeve, ku ishin përfshirë kompanitë e tyre. Vllaznimi, sot Dajti Park 2007, Nelsa dhe MB Kurti, sot Sinan Trading. Së bashku me biznesmenët me urdhër të prokurorisë u arrestuan në ato kohë edhe drejtori i përgjithshëm i burgjeve, Artur Zoto, dhe zëvendësi i tij, Ilias Labi. Administratorët e kompanive Dogel, Vllaznia, MB Kurti dhe Nelsa, konkretisht shtetasit Lidian Laskaj, Ylber Kalaja, Shemsi Sinani dhe Nexhmi Balla, bënin marrëveshje për të kryer konkurrim fiktiv në tendrat e zhvilluara nga drejtoria e përgjithshme e burgjeve për furnizimin me ushqime. Aso kohë gjykata dha dënimin me 3 vite burg për administratorët. Pas skandalit, Balla i kaloi pronësinë dhe drejtimin e kompanisë vajzës së tij, Elsës.